na kemi frikë Allahun, dhe për ata e kemi marrë këtë amanet, sepse unë besoj se umregjia është diçka, nuk është e vogël. Do me thonë, nëse dikush e zën se hajt vesh ta çoj që aty turizëm edhe ta kthej, kjo nuk është ashtu. Unë e menoj ndryshe, sepse për me vizitu Qabën dhe Medinën, do me thonë ti, ajo parimorja, ti je musafiri i Allahut. Do me thonë, umregjia nuk është turist, është musafir i Allahut. Na shumë mire dina për shembull me na thirr në kryetar shteti ose kryetar partije, s'po fol me sa shteti alo më i madh, na këshirmi mu ndrejt mire mu frizura në friga në ton këton, po mu kon musafiri krijuesit, kjo është diçka madhështore dhe unë prej frikës të Allahut, po ai umregjia nëse nesër ankohet diçka të Allahut për mu. Kështu më bëni organizatori haxhia. Atëherë unë kush shkoj te Allah? Atëherë unë kush shkoj te Allah? Kjo është e qartë, do me thonë unë elhamdulillah, krejt agjensiat janë të mira, do me thonë pa përjashtim, do me thonë ndoshta na i lëshim dikush lëshon, po pa marrë parasysh qëllimi i jon, i çdo agjencie dhe i jemi konkretisht, do me thonë është që ne ta konsiderojna umregjien musafir të Allahut, sepse parja vjen edhe shkon. Elhamdulillah pe Allahut mu mi ka dhënë gjitha të mira. Ki burime tjerat për absolut. Këtë e bëj vetëm dashuria ndaj Allahut dhe dashuria ndaj Qabës dhe dashuria ndaj hizmetit të musafirëve të Allahut. Në haxh për lahën ato sheikat, ato cili me dhon ma shumë, cili me asit ma shumë, me shërbi ma shumë, ato të hulin me zor, atë me hangër iftara aty, anek nej, do me thonë, sidomos në Ramazan, sepse hadithi është për numre dhe numre shliun gjunahut, edhe na gjdo të bira dhe imi të shgabimtar, na e di na krejt këto, edhe tash na kena nevoj për pendim, na kena nevoj për me shli gjunahut, dhe sidomos, ajo madhështoria shka është, umrja në Ramazan është e barabartë, është se vapi me haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një merit e madhe. Elhamdulillah pe Allahut, ka deshte Allahu deri tash janë të kënaqur konsumatorët, umregjit, musafir të Allahut. Do me thonë, ti na qartë për këta, janë musafir të Allahut, janë të kënaqur. Po normal se gjdo na në shpiton jemi dhe i kemi 6 mendime, i kemi 7 mendime, edhe ty kur ta mësh një autobus 48 vet, normal se ti ka me pa del dikush mendim tjetër ose ama përgjithësi